Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 28 dhjetor të 2025. Duke se kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku Mërkuri në shigjetar që formon një trekëndësh me ndikimin e madh të Mërkurit, sepse Mërkuri është shëruesi dhe ndryshimi. Në astrologji, në thelb jep një zë për të na dhënë mesazhin e tij. Në një farë mënyre është një nga këndet më të rëndësishme për këto që është i interesuar të ndërmarrë një udhëtim vetë-zbulimi dhe sjellje të ndryshime të mëdha për të arritur në finish dhe për të pasur mundësinë për ekonominë, stabilizimin dhe procedurat e tjera. Pra ata që kanë të bëjnë në lidhje me shëndetin ose problematika që të ndryshme që kanë, është një ditë shumë e mirë për të bërë një vizitë ose një konsult me mjekun, që është konsultimet dhe gjëra të mëdha ndikohen pozitivisht në këtë aspekt. Ajo që do të keni është gjithashtu një kënd mjaft pozitiv për të treguar interes për të tjerët dhe ndjeshmëri dhe dhëmshuri për sa i përket të punës dhe respektit të njëri tjetrit, ku është dhe momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket gjërave që ndikojnë dhe realizojnë. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri dhe në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimin të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të mësuar dhe për të pasur një parashikim të detajuar për gjithçka juve ju intereson dhe në gjërat e tjera që do të diktoni dhe do të realizoni në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me pozitivitetin dhe ndryshimin e madh që kanë të bëjnë në anën tuaj dhe në mundësitë që jepen në fushën e karrierës, apo në lidhje me udhëtimin, lidhje me dashurinë, lidhje me shkëmbim unazash, lidhje me çështje të kësaj natyre, gjithçka keni dhe doni, është koha pra edhe ato që dëshironi i keni gjitha aty. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, atëherë jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh dhe të merrni përgjigje, mesazhin duke bërë subscribe tek butoni që shkon atje dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Por ju të shenjës së Dashit duket se ka një gjë që vetëm për ndryshimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që jepen në kohën e duhur, në momentin e duhur, sepse çdo gjë është e mbarë, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe ndryshimit. Mundësitë që kanë të bëjnë. Ju të shenjës së Dashit është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket arsyes dhe punës suaj, sepse është një ndikim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në ekonomi dhe në lidhje me takime që do të bëni në fushën e punës. Në dashuri, duket se me peshore të diçit të tretë është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Por ju të shenjës së Demit duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj dhe në lidhje me aspektet më të shkëlqyera, në lidhje me punën, në lidhje me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër vendimtar në lidhje me takimet e punës, sepse në lidhje me punën keni një mundësi shumë të mirë për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, kanë të bëjnë me gjërat që do të ndikojnë në anën tuaj, por gjithsesi, edhe pse keni pasur disa probleme mjaft të mëdha, juve të kësaj shenje duket se pikërisht kjo ditë e diel do t'ju ndihmojnë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Dhe është dhe momenti i duhur mbi anën ekonomike financiare, mbi vendimet që do të merrni, mbi çështjet ekonomike financiare, dhe është momenti për të zgjidhur disa problematika që juve keni dhe është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashtë dhe diçit të parë, me virgjëresht dhe diçit të tretë, duket se keni një mundësi të artë në zhvillime dhe ndryshime të mëdha që do të keni. Në çështjet që do të bëjnë me një udhëtim është mjaft i mirë dhe tepër vendimtar për jetën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës së binjakëve, duket me që binjakët tani për tani kanë disa mundësi të arta në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me vendimet dhe ndryshimet, në lidhje me punën dhe karrierën, në lidhje me momentet e duhura për zhvillime, ndryshime, takime që do të bëhen, sepse janë disa takime mjaft të rëndësishme pune,
ku për juve të shenjës së binjakëve është një moment shumë i mirë, edhe pse keni pasur shumë probleme, shumë pengesa gjatë rrugtimit tuaj, por tani erdhi momenti dhe koha të përgatiteni këto 2-3 ditë që kanë ngelur dhe të jeni gati për sa përket mundësive që do të jepet tani tutje në lidhje me çështjet që kanë bënë me punën, çështjet që kanë bënë me vazhdimsinë e ekonomisë dhe disa takimeve që janë shumë të rëndësishme për punën tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të edicitit të parë dhe me virgjëresht duket të mbara, por një problem i vogël që keni pasur me dashjet e edicit të dytë duket se e keni zgjidhur pikërisht në këtë periudhë, dhe sidomos ditën e sotme është mjaft pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me një ndryshim shumë të madh që do të ndodhi në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me çështjet që keni të bëni me punën tuaj, me karrierën tuaj, me karrierën sidomos, sepse është një kohë e përshtatshme në fushën e biznesit dhe të çështjeve të tjera që do të keni tani tutje. Do bëni pa kujdes në biznes që keni ose diçka që juve ndikoheni tani për tani. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me ujor, duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanët e dashur, sado që të tretët flasin për juve ose bisedojnë, ndryshojnë mendimet e tyre dhe vendimet që mund merrin, por është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive mbi takimet dhe ndryshimet që do të bëni, dhe është një moment mjaft i mirë për të stabilizuar ekonominë tuaj, për të arritur qëllimin tuaj, dhe momenti është ai që ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni dhe ku doni të shkoni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e edicit të parë, me shigjetarët e edicit të tretë është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me peshk dhe me peshore, sepse luanët gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur probleme, por janë të zgjidhshme. Vijojmë tek shenja e radhës, një shenjë që është shumë e rëndësishme për juve, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëreshat duket se kanë mjaft ndryshime dhe ndikime të mëdha në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit, nëse flasim për biznes, apo diçka tjetër që është mjaft e mirë në pozitive, në pozicionin e planeteve, në kohën e duhur që kanë bënë me ekonominë, me stabilizimin, me punën, me ndryshime, me vendime mjaft pozitive dhe koha e duhur për të marrë vendim të rëndësishëm në lidhje me disa takime që janë bazë për juve të çështjeve ekonomike, në financa, në biznes dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e edicit të parë, me akrepët e edicit të tretë, që është perfektja, por një problem i vogël mund keni hasur ose jeni ndarë ka qenë me peshk, por gjithsesi koha tregon që juve do t'ja dilni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshore duket se tani për tani ka një mundësi në lidhje me ekonominë. Çështjet që lidhen me ekonominë duke pasur parasysh një burim të ardhash të dytë, që është momenti juaj për ta zgjidhur një problem të tillë, edhe pse keni pasur mundësinë, edhe pse keni gjërat në vazhdimsi. Kjo është diçka që lidhet me punën aktuale, lidhet me diçka shumë të madhe, favorite në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj, por gjithashtu kjo periudhë mund të ndikojë ose disa çështje kontakte që keni pasur me persona të ndryshëm në fushën e ekonomisë, është momenti dhe koha. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e edicit të parë, ujorët e edicit të tretë, është perfektja, por një problem i vogël që ka ndodhur dikur, është momenti për të zgjidhur tani problemin dhe për të arritur qëllimin. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse kjo periudhë është periudha më mirë mushme dhe e zgjidhshme në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashjet e edicit të parë dhe me bricapët e edicit të tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Meqenëse akrepët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit më tepër, sepse biznesi është ai që i bën të ndjehen superior në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme. Vendimet të rëndësishme kanë të bëjnë puna, ka të bëjnë udhëtimet, një bashkim familjar që keni juve, të shenjë se akrepit tani shumë afër, deri me datën 7 janar, ujin e bekuar, 6 janar e tutje, ku gjërat do jenë mjaft pozitive, sepse sodisnin sa gjëra të mira në ekonomi, në biznesin, në karrierë,
por është një moment mjaft i mirë dhe shumë stabilizues për të arritur qëllimin tuaj dhe në çështjet konkrete për punën, për karrierën dhe ndryshimet të tjera që do të vazhdoni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dëm të 10 ditë parë, Ujor të 10 ditë është perfektja dhe mundësi të arta që do të keni tani e tutje. Në çështjet shpirtërore, një ndikim shumë i mirë, bashkim familjar është me Dëm nëse keni pasur një njohje, jeni shkëputur, ose në ke pasur një lidhje dhe akoma jeni në grindje apo ku diun, është Akrep Gafore. Shkojmë tek shenja e radhës që do të thotë shenja e shigjetarëve. Çfarë ndodh me shigjetarët? Për shigjetarët unë do thosha që tani për tani është koha më e mirë e mundshme për lidhje të çështje pune, lidhje me vendimet që mund të merrni, lidhje me një takim që keni, sepse ky takim është takimi më i mirë i mundshëm në lidhje me biznes, në lidhje me karrierën tuaj, sepse karriera është mjaft pozitiviteti, është mjaft ajo çka juve doni të bëni, çka juve doni të arrini në fushën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dëm të 10 ditë parë, me Ujor të 10 ditë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë Bricjapi. Për sa përket Bricjapëve, Bricjapët do duket se tani kanë një moment mjaft të mirë pune, karriere, vendime, ndryshime sidomos, sepse ndryshimet janë ata që lidhen direkt me punën, lidhen direkt me ato çka janë dhe favoritet dhe karriera që lidhet shumë lidhe me karrierën, lidhe me disa ndryshime shumë të mira pozitive, sepse pozicioni planetar që ndihmon në këtë aspekt është mënyra dhe mundësia juaj për sa përket zgjidhjes konflikteve të vjetra që keni pasur me diçka në punën tuaj, po gjithmonë po të kuptojmë sepse Bricjapët janë shumë të ndikuar në fushën e karrierës së tyre dhe është një moment mjaft i mirë, një moment fantastik ekonomik dhe jo vetëm, sepse disa çështje që kanë pasur ose keni pasur probleme me përpara, po tani ka ardhur momenti dhe koha për të zgjidhur gjithçka juve doni në kohë reale, sepse është momenti juaj, është periudha më e mirë e mundshme për zgjidhur problemin, për zgjidhur takimet e punës edhe të biznesit, është një moment mjaft fantastik. Dashuria duket se Bricjapët kanë me Dashin dhe me Peshorën të 23. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e Ujorit. Për ujorët tani për tani janë pak në dilemë për nisma të reja ose duan të bëjnë diçka, po s'po arrin dot, sepse kjo do të thotë me disa çështje ekonomike financiare, disa çështje që vërtet zgjidhet një problem i pazgjidhshëm që keni pasur ose diçka që mund të keni mundësinë e punës suaj, mundësinë e karrierës suaj, mundësinë e ndryshimeve të mëdha dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me një takim rutinë, por do të jetë një takim shumë i rëndësishëm sepse lidhet me punën aktuale, lidhet edhe me diçka tjetër që juve është mjaft për juve është idealja në lidhje me një bashkëpunim që mund të keni me një firmë të huaj, është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me Akrep të 10 ditë parë dhe me Binjak duket se është e barë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Peshqve. Për sa përket Peshqve, Peshqit duket se kanë një moment mjaft të mirë pozitiv në lidhje me karrierën e tyre, në lidhje me ndryshimin e madh, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që juve keni dhe këto janë momente dhe koha e duhur për të stabilizuar ato çka juve kërkoni dhe dëshironi. Megjithatë, është edhe një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me korrektësinë tuaj, lidhje me mundësinë tuaj për të pasur një diçka shumë të madhe, një pozitivitet, çështje ekonomike, çështjet e ndryshimeve të mëdha që keni tani atutje, janë ndryshime favorite dhe mundësi të arta që do të keni tani atutje. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me Dëm të 10 ditë parë, me Ujor të 10 ditë që është perfektja, por një diçka e rëndësishme do të thotë që lidhje me biznesin ose me karrierën ka të bëjnë shumë me Virgjëresh të 10 ditë parë, por dhe me Binjak. Ka diçka shumë të madhe e tepër pozitive. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht datës 28 dhjetor të 2025. Përpara se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që keni, mbi mundësitë që do t'ju jepen dhe koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Dhe kjo do të thotë që është momenti, koha, nëse doni juve diçka në kësaj natyre, çdo gjë që doni në ditore, javore, mujore, për gjithçka, kemi pikërisht këtë faqen këtu astrologu.al, duke klikuar jeni gati për të dërguar me çdo gjë në lidhje me paketat, duke bler paketën tuaj dhe pastaj dërgoni në sekretari, aty mund të dërgoni një mesazh, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh, si ta dërgoni këtë mesazh, duke na bërë subscribe dhe duke ndjekur hapat, atje jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Për juve që doni që në kohën që
keni një problem momental I themi për shembull sot ke një takim, ky takim është shtyr. Pse më është shtyr dhe kur mund ta bëj këtë takim ose kur është një orë e mirë për një udhëtim, kur është një orë e mirë për shkëmbim munazash, atëherë kemi membership, kemi pikërisht këtë butonin këtu, e shikoni këtë buton dhe aty pastaj e dërgoni dhe e shikoni, abonoheni, pastaj hapet një dritare personale, individuale, në privat, jo në përgjithësi, siç flasim pyetje përgjigje, dhe juve na shkruani dhe unë ju shkruaj ose merrni diçka një video ose keni diçka, datat e mira, datat e vështira, I keni atje. Nga një pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.